dëshmon për dëshirën tuaj, për ndryshim, dëshmon shpresën e pashur të qytetarëve të këtij qyteti për një kohë më të mirë, për një ditë më të mirë, për një të ardhmë më të mirë. Unë kam shumë mirënjohje nga jush për të gjithë mbështetjen që ju i keni dhënë dhe jepni Partisë Demokratike Opozicës. Ne e kremtojmë këtë ditë në kushte më të pazakonta krahasuar me të gjithë të tjerat, sepse e vërteta është që java para kësaj dite shënoi mbylljen e dyrëve de facto të ëndrrës sonë europiane të integrimit ton në Bashkimin Evropian. Pra, këta që sot janë në pushtet apo ky që kryeson këtë organizatën qeveritare kriminale, ky për interesat veta mbylli dyrët dhe tani ka filluar betejën me armiq të brendshëm dhe të jashtëm në stilin e etërve të tij. Por dita e verës është dita e ndryshimit, është dita e ripërthritjes, kështu që ne ecim të sigurt se ditën tjetër të verës do ta bëjmë shumë më mirë, do të kemi dyrë e ëndrrës sonë europiane të hapur. Ju uroj edhe ju falenderoj shumë për këtë pritje të ngrohtë. Ju uroj shumë suksese, fest paçi gjithmonë. Faleminderit.